OpenAI, kompania që qëndron pas ChatGPT, ka arritur një vlerësim prej $500 miliard pas një marrëveshje në të cilën punonjës aktual dhe ish punonjës shitën rreth $6.6 miliard në aksione. Kjo përfaqëson një rritje të ndjeshme nga vlerësimi më parshëm prej $300 miliard. Më parë ishte raportuar për detajet e kësaj shitje aksionesh në gusht. Si pjesë e marrëveshjes, punonjësit e OpenAI shitën aksione tek një konsorcium investitorësh që përfshin Thrive Capital, SoftBank, Dragoner Investment Group dhe MGX nga Abu Dhabi, sipas një burimi që foli në kushte anonimiteti. Ai tha se kompania kishte autorizuar shitjen e aksioneve në tregun dytësor me vlerë mbi $10 miliard. Kjo shitje i shtohet investimit të mëparshëm të SoftBank në raundin e financimit primar të OpenAI me vlerë $40 miliard. Kompania gjeneroi rreth $4.3 miliard të ardhura në gjysmën e parë të vitit 2025, rreth 16% më shumë se të ardhurat që pati gjatë gjithë vitit të kaluar. Kjo marrëveshje vjen në një moment kur gigantët e teknologjisë po konkurrojnë ashpër për tërheqjen e talenteve në fushën e inteligjencës artificiale, duke ofruar paketa shpërblime shumë të larta. Meta në veçanti ka investuar miliarda në kompaninë Scale AI dhe ka rekrutuar administratorin e saj për të drejtuar njësinë e re të superinteligjencës.